Hoxh, të kthehemi pak te provoja juaj personale. Kur keni agjëruar për herë të parë? Çfarë kujtoni nga agjërimi juaj? Më thënë drejtën, ndoshta për herë të parë mund të kem agjëruar para 34 ose 35 vitesh. Kam agjëruar me nënën time, pra me nonën, me ijen, me gjyshen. Kemi agjëruar se merri vesh, si më thon, ajo nuk e di se si merri vesh në thon drejtën, po me sa duket ata hoxhallarët e vjetër, ju kanë thënë zënësve tyre që esni çdo vit me minus 10 ditë. Edhe prafërsisht shije kjo puna me fjalë çdo 10 ditë, minus çdo vit, pra çdo vit i hiqnin 10 ditë kalendarit të ndalimit fes. Pra nëse në 1967, le të themi, Ramazani i fundit ka qenë 10 korrik, këta çdo vit i hiqin nga 10 ditë, një korrik, 20 qershor, 10 qershor, 1 qershor e kështu me radhë. Por, shumë interesante, ka pas prej hoxhallarëve, prej dietarëve dhe prej pleqjve, prej atyre që këtë 10 ditë e siguronin dhe me hënën. Pra kishte dhe ekspert mesin e tyre që dinin të dallonin hënën e Ramazanit. Pra e shoqëronin edhe me hënën, por edhe diçka tjetër shumë pozitive, ne nga fundi i viteve 80 filloi të futesh edhe Radio Kairo në gjuhën shqipe, por ka pas prej hoxhallarëve të vjetër që i ndiqnin këto radiot arabe, Algjerinë e tjera dhe ja hapej sinjali, domethënë për këto net të mira, për Ramazanin, merri vesh kur është kështu, kur është kështu, dhe ne kemi qenë pjesë e asaj. Pra ju keni agjëruar në periudhën, po themi, sepse e fundit komunizmit. Po, para se me rënë komunizmi. Domethënë bëhet fjalë lejohej feja. 89-a, 90-a për herë të parë, pastaj 91-shi që fillum. A kishte atmosferë në një periudhë ku feja vazhdonte të ishte krim, të ishte i ndaluar me... Nuk kishte atmosferë, normalisht kishte atmosferë familjare. Pra në shtëpi për shembull ndjehej se kishte ca ushqime më speciale, çik ne që agjëroheshim ishim më të privilegjuar në sofrë kështu me radhë. Nuk ka pas domethënë atmosferë, po kishte kështu ndjesi shpirtërore kishte. Që agjërimi më interesant që un kam bërë ka qenë kur kam qenë medresist në Tiranë, vitin e parë të medreses. Aty domethënë kam shijuar Ramazan. Pse? Sepse rishim natën ke xhamia Pazarit të Ri, fashën dhe teravit. E kanë qenë disa profesorë të medresës, e mend si tani profesor Ismet Toncica, Zoti mëshiroft, pastraf me shpirti, ai na merrte ndonjëherë dhe ke shtëpia vet. Pastaj me çunat organizoheshim, ata vinin ke shtëpia jon, ne ju shkoshim aty në ke shtëpia. Ka qenë një Ramazan i mrekullueshëm. Ai ndoshta është edhe Ramazani më i paharruar le të themi i agjërimit në Shqipëri kur kam qenë i vogël, domethënë. Në farë mënyrë edhe pse keni qenë, po themi të ri, nuk po themi të vegjël, shkolla e mesme është një farë maturie, ndoshta duke vetë si ata sahabët e parë, të cilët ishin të vetmi, ndoshta edhe të parët që përjetonit. E drejtë është, domethënë edhe ushqenim me veten tonë, domethënë thoshim jemi mirë kështu. Brezi i parë që po falet dhe po agjeron, po themi në mënyrë publike.